Sa herë ka reshje shiu, rruga që lidh bizneset në plazhin e Zvërnecit është thuajse e pakalueshme. Sipas edhe informacioneve, mungesa apo mos funksionimi i kanalizimeve dhe bllokimi i pusetave apo i kanaleve kulluese ka bërë që situata të jetë e tillë sa herë bjen reshje. Ndërkohë, problematik nuk është vetëm rruga e cila lidh apo përshkrohet çdo ditë nga turistë apo edhe nga banorët të zonës. Problematike janë edhe tokat e banorëve të Nartës, të cilat si pasojë e mos funksionimit të kanaleve kulluese janë thuajse të mbytura në ujë. Rruga pranë plazhit të Zvërnecit vijon të jetë e pakalueshme për shkak të prezencës së ujit, një situatë që përsëritet sa herë në Vlorë ka reshje shiu. Ky problem është kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për banorët e zonës, bizneset që operojnë po ashtu për gjatë këtij aksi, por edhe për turistët, të cilët e përshkojnë këtë segment rrugor në këmbë apo edhe me biçikletë. Mos funksionimi i kanalizimeve mbetet një nga problemet më kryesore, duke bërë që uji të grumbullohet e ta kthejë rrugën në të pakalueshme për mjetet por edhe për këmbësorët. Situata rëndohet edhe më tej nga fakti se gjatë reshjeve intensive përmbytjet prekin edhe tokat bujqësore, edhe pronat e banorëve të zonës së Nartës, duke shkaktuar dëme dhe pasiguri për komunitetin. Për turistët e huaj kjo është një problematik dhe një situatë as pak normale në një qytet turistik, edhe për vetë turistët. Përmbytja e rrugës krijon probleme sipas tyre në një zonë që preferohet shumë nga të huajt, e që padyshim duhet ndërhyrë pasi duket se diçka e tillë vjen nga bllokimi i kanaleve nga përmbytjet. Sei italiano? Sì, buongiorno. Jam italian dhe jetoj prej 2 vitesh në Vlorë. Në fakt kjo është një zonë të cilën e vizitoj shpesh me miqtë e mi dhe në këtë rrugë kaloj me biçikletë. Më vjen keq që është sërish me prezencë të ujit. Ne kemi një shprehje kur themi mirë kur ka shumë shi, por në ditë të zakonshme pse? Për mendimin tim problemi janë kanalet, të cilat janë të bllokuara nga mbeturinat. Të kalosh me biçikletë është shumë e vështirë dhe këtu mendoj edhe miqtë e mi, të cilët sot nuk kanë dalë këtej. Më vjen keq pasi siç e thash e vizitoj shpesh dhe nuk është hera e parë që e shoh këtë rrugë me prezencë të ujit. Për një qytet si Vlora, në sytë e turistëve nuk është as pak mirë. Duhet ta zgjidhin sa më shpejt. Sì, ogni volta che piove è così. Grazie. Niente. Ciao. Ciao. Situata në zonë përsëritet sa herë që ka reshje shiu, duke sill probleme në lëvizjen e banorëve në zonë, të automjeteve po ashtu, por edhe të turistëve që frekuentojnë zonën.